Në vijim të turit të dëgjesave me fermerët, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi takime në qarkun Shkodër. Gjatë bisedave me fermerët, ministri theksoi rëndësinë e dialogut për të reflektuar mbi problematikat ekzistuese dhe për të ndërtuar një skemë më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Vetëm në Shkodër janë subvencionuar 4.400 fermerë, ndërsa parashikohet ulje të numrit të krerëve për të bërë përfitues, si dhe rritje pagesës. Jemi duke menduar për të krijuar SHBB-t, bashkimet e fermerëve që lidhen me një ekonomi tjetër. Duhet që ne të jemi të bashkuar në ferma më të mëdha, në mënyrë që ne të përfitojmë nga fondet e tyre, por edhe të krijojmë një ekonomi të vendit më të madhe, duke qenë se bashkia do të futet në rol. Ministri nënvizoi se skema kombëtare 2026 do të bazohet në parimet e qarta dhe të barabarta për fermerët. Gjithë bashkë me bashkinë, me të gjithë garancinë sovrane që ka vënë qeveria shqiptare, prej 250 milion eurosh, garanci e cila ju mund të aplikoni për një kredi 2% interes dhe ne hym garant, bashkia hym garant, dhe secili për jush ngrej fermën dhe ngrej një tjetër nivel punën dhe biznesin e vet. Turi i dëgjesave do të vijojë edhe në qarqe të tjera të vendit, me synimin që politikat mbështetëse të ndërtohen mbi kontributin e drejtë për drejtë të fermerëve dhe në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.